Papa Leoni XIV e meron Ad Flavio Cavallinin, administrator apostolik të Shqipërisë së Jugut. Flavio Cavallini lindi në Verona, Itali në vitin 1157, veshi zhgunin franciskan dhe pas studimeve teologjike institucionale të 84-ën u urdhërua me shtar. Pas 2 vitesh vazhdoi studimet pranë Studium Biblicum Franciscanum në Jeruzalem, duke marrë laurea magistralis në teologjinë biblike të 88-ën, i dërguar në Shqipëri në 93-shin, u hoqi për 3 mandate provinjën franciscane shqiptare. Prej vitit 1194 ka dhënë kurse mbi shkrimin e shenjtë në Institutin Filozofik Teologjik të Shkodrës. Nga viti 2015 jeton në Konventin Franciskan të Tiranës dhe i përkushtohet formimit biblik të laikëve dhe katekistëve. Përveç disa komentarëve biblik, ka publikuar artikuj dhe studime mbi arkeologjinë e Krishtit shqiptare dhe praninë e franciskanëve në Shqipëri. Prej fillimit të marsit të bëti viti, shërben si famultar pranë kishës së Shën Antonit në Tiranë. Ndërkohë një mesazh nuk ka munguar nga Imzo Gjergj Meta, presidenti i Konferencës i Peshqorëve të Shqipërisë, i cili ka uruar mirësaljen të konferencë dhe duke shpresuar shumë që së bashku me peshqinjtë e tjerë do të punojnë për mbretërinë e hyjtë dhe ungjillin e Shqipërinë tonë.